Të gjithi kemi dëgjuar. Rinia është e ardhmja. Ne po investojmë për rinin dhe ju jeni prioriteti ynë. Edhe shumë pretime të tjera që sigurojnë vetëm të fitohet mandati. Por në terren, prioritetin ngjan më shumë si një fotokopje e zbehur e fjalës së rini. Biblioteka e qytetit. Vendi që supozohet të ishte zemra e dijes, tingëllon më shumë si një frigorifer bosh. E sa lexues ka, sipas statistikave të bibliotekës, në vitin 2024 rezultojnë 1245 lexues. Sa për gjysmën e parë të vitit 2025, rezultojnë plot 733 lexues. Lexues apo kartela të hapura. Sepse me sa duket, biblioteka është kthyer në një sambledhjesh dhe jo në një vend ku gumëzhin rinia. Një gjë është e sigurt. Një rilezhian më para lexon një menu pasticcerie sesa një libër në bibliotekën e qytetit. Pallati i Kulturës. Nga propaganda e zjarrt që ishte bërë disa vite më parë, tashmë vetëm 3 ose 4 shfaqje jepen në vit. Ama karriget janë plot ku kryeministri bën fushat elektorale. Biletat falas, mjafton të duar trokasësh për partinë. Kinema? Jo, nuk është mbyllur. Nuk ka ekzistuar kurrë. A e mendoni që njëri rilezhian nuk ka shkuar të shikojë të paktën një film në jetën e vet? Por e keni të sigurt se kanë parë çdo episod të Narcos me pluhurin e bardhë në telefonat e tyre. E sa mund t'i kushtoj një qytetari ose të riu lezhian që i lind dëshira e zjarrt për të parë një film në kinema? E po si fillim ju sugjeroj të nxjerrni 6.000 lekë për rrugën Vajtëardhje deri në Tiranë. Pastaj nuk duhet harruar trafiku i lodhshëm i kryeqytetit edhe paratë urbanit, por gjithashtu nuk duhet harruar të përmendur bileta e kinemas, që është 5.000 lekë mesatarisht. Shihoni filmin. Sporti, fusha e futbollit, e mbyllur. Pallati i sportit i disponueshëm. Gumëzhin nga kandidatët për deputet në kohë zgjedhjesh. Nuk duhet harruar për të përmendur ideja geniale e Bashkisë Lezhë për të mbyllur stadiumin Veslidhja dhe për ta kthyer në parking. Me sa duket, edhe makinat kanë më shumë hapësirë se sa rinia në qytetin tonë. Pra, ja ku janë të rinjtë e qytetit tonë të bukur. Aty ku drini rrjedhurin e vet ngjyrë blu në të jeshilt e pa kafë në portokalli. Por mos mendoni se rinia jonë qëndron pasive, madje lufton fort për të siguruar vendin e vet. Prandaj, në mungesë të artit, kulturës dhe sportit, të rinjtë kanë zbuluar kafenet. Në qytetin e Lezhës ka 300 deri në 400 kafene, bare dhe lokale. Nëse do kishin qenë biblioteka, do kishin pasur nga një nobelist për lagje. Nëse do kishin qenë laborator, do kishin gjetur vaksinën për përtacin, por janë thjesht kafene, me tavolina të ulura dhe ëndra të ngrira. Disa të tjerë e çojnë më tej. Në vend të kinemas, të rinjtë kanë gjetur reflektimin e tyre në bilardo. Pazargëtimi me zero zhvillim, zero edukim, por plot duhan, baste dhe lëndim droge. Në bilardo mëson shumë. Kush ka më shumë borxhe, kush ka lidhje me kë, kush ka hyrje, kush ka dalë nga burgu. Por jo se si të mësosh një përbajtje apo si të zgjidhësh një ushtrim matematike. Kur rrugaqëria të bëhet sistem, alternativa nuk mbeten shumë. Disa të rinj kanë gjetur rrugën e tyre, por fatkeqësisht kanë zgjedhur rrugën e gabuar. Kjo sepse u janë mbyllur të gjitha rrugët. Në 4 vitet e fundit, 2020 deri në 2024, mbi 5.000 të rinj janë arrestuar ose hetuar për vepra penale, duke përfshirë vjedhje, trafikim droge dhe pjesëmarrje në grupe të ndryshme kriminale. Jo sepse duan, jo se kanë lindur kriminal, por se askush nuk ju ka dhënë arsye për të mos u bërë të tillë. Kur arti nuk ekziston, kur kultura është thjesht një koncept dhe kur sporti është luks, madje edhe kur një mik i yt i mbaron shkollën e lartë për t'u bërë mësues historie dhe në fund përfundon kamarier part-time, rinia gjen stre diku tjetër. Që historia të ndryshojë, mjafton vetëm pak buxhet nga kjo bashki. A e dini sa është buxheti Bashkisë Lezhë për politikat rinore, sportin dhe investimet në arsim për vitin 2025? Po flasim për një buxhet total për 1.93 miliard lekësh, ndër të cilat 34.5 milion lekë shkojnë për të rinj dhe shpenzimet që lidhen direkt me ta, duke përfshirë këtu kulturën, sportin dhe qendrat rinore. Qendra rinore Lezhë ka një buxhet vjetor për 1.8 milion lekësh dhe ky buxhet supozohet të përfshijë trajnime,
aktivitete, por edhe mbështetje të mëtejshme. Për ta marrë në krahasim, do të thotë që 3.3% e buxhetit shkon për rininë dhe infrastrukturën që u shërben atyre, ndërkohë që rinia përbën 25% të popullsisë të Lezhës, 13.000 individ nga mosha 15 deri në 29 vjeç. Për krahasim të mëtejshëm, 38% e buxhetit shkon për pagesat e punonjësve të bashkisë dhe institucioneve nën varësi. Por ky nuk është fundi, sepse ne kemi dritën në fund të tunelit. 3 shkronjat e arta, KVR, Këshilli Vendor Rinor, zëri ynë në bashki, syri që sheh padrejtësitë, mendja që propozon zgjidhje dhe gushti që troket në derën e kryetarit. Në fund të fundit, këtë nuk e themi ne, e thot vetë ligji për rininë, që KVR-ja ka për detyrë të këshillojë, të propozoj dhe të monitoroj. Por në të vërtet, kjo strukturë nuk këshillon, nuk propozon dhe nuk monitoron. Përkundrazi, është kthyer në një megafon të bashkisë, që riciklon propagandë bashkiake në stilin Youth Edition. Dhe nuk mbaron këtu. Pas një skene të ndritshme të një bashkimi institucional, ndodhet një skenë tjetër tërheqëse i ngjashëm me serialin House of Cards, edicioni Lezhë. Kemi një person që punon në një OJF lokale, i cili pastaj bëhet pjesë e KVR-s, në të cilin krijon një lëvizje të re me emër që ngjan me një titull doktorature, Lezhë Future Leaders. Dhe pastaj, pa pritmazi, kthehet në drejtoresh në njësinë rinore të bashkisë. Kështu krijohet bashkëpunimi 3 palësh, OJF, KVR dhe qendra rinore, në të cilin njerëzit ndryshojnë, por nuk ndryshon mendësia. Çudi? As pak. Kështu që kur shihni të rinj të ikin, të bien, të largohen ose të heshtin, mos pyesni pse ndodhi kështu. Sepse kur ardhmja zbehet në vendlindje, ajo detyrohet të ndriçojë diku tjetër. Lezhë nuk është qytet pa rini, është qytet që ka vendosur të mos u jap asgjë të rinjve të vet. Rinia nuk ikën nga Lezhë. Rinia ikën nga ky sistem i kalbur arsimor dhe politik. Zgjidhja nis me investime, jo me premtime.